Bajpasi Murizit që ka qenë pjesë e rrugës së Arbrit para se të hapej për qarkullim tuneli nr. 1, është lënë totalisht në mëshirë të fatit, duke qenë se kalimi i mjeteve bëhet në tunel, bajpasi është degraduar. Banorët e fshatrave Bastar Muriz në anën e Tiranës dhe Xibër Muriz në anën e Klosit thonë se rruga duhet të mirëmbahet pasi u shërben atyre. Madje ata shprehen se kanë dëgjuar që tuneli Murizit do të mbyllet për qarkullimin e automjeteve për shkak të problemeve që janë shfaqur në të në mes të tij, ku ka shtypje të strukturës dhe janë krijuar gunga në asfalt. Sa ka filluar tuneli, ne s'kemi pas një si ka kush mbrapa. Asnjë si ka kush mbrapa, as firmë, as punojës, as shtet, asnjë si ka njëri mbrapa. Po se s'është e domosdoshme në shoqëri si në herë. Si ka, ke patje sipër si janë bo. Gropa, ka poshtë. Mi vjallë, kam kodët, ke vërrezat, ke pasi ka lujtë, si janë bo. Si ka kush mbrapa, fare, kësaj punë. Në tuneli kishte lujtë, se si do bëllët, zdijet për ta. Po tuneli mas po ka lëvis, o shtres. Po e di unë se janë punëtorë, se janë në tunel, e di. Po ashtu thëllë këta punëtorë, ata kështu logarisin, se do mbëllët. Po mësoj, o bëj pasi, o e fusin për tunel vogën, masit hape tunel vogën, nuk e di. Ka lëvis mezi, po shtres, poshtë. Është do mbëllët dhe kalojnë ne rruga, po do futen për tunel vogën, ta nuk kam djene, nuk e di. Nga ana tjetër, drejtuesit e mjeteve dhe banorët kërkojnë që të mirëmbahet rruga e bajpasit pasi ajo tashmë u shërben edhe atyre. Në mungesë të mirëmbajtjes së vazhdueshme i gjithë bajpasi i Murizit ka probleme me praninë e gropave dhe gurve e inerteve që kanë rënë që kurse është hapur për qarkullim tuneli nr. 1. Bajpasi nuk është mirëmbajt, duket vetë një fjalë. S'kam me të drejtën, s'kam pa një fare, s'bëhet fjalë nga bashkia. Nga bashkia s'bëhet fjalë, s'kam pa punëtor bashkie kënej fare. Banorët vetë, po, kemi dalë për shembull, ba pastrime kanale, se diçka kështu, ose e kështu, po ne është degraduar një fjalë me gropa, dieta e po. Si sa problem është linja autobusit që vjen këtu në Murriz. Problem se sa është për gjithë, ne kalojmë këtu ditë për ditë. Dieta e punë. Jo, mas hapjes tunelit, kjo rrugë s'është mirëmbajt, duket edhe vetë. Është e domosdoshme që tjetë e mirëmbajtme, sepse mes me bloku tunelve, pastaj diçka, në emergjencë kjo rrugë do përdoret. Po mas hapjes tunelit, kjo rrugë po degradohet ditës. Kjo është vetë fakti, nuk është problemi që po e themi ne, po shifet vetë. As kanali, zime, as i gjo, gur, gjithë rruga, interesohen vetëm banorët e këtij fshatit, Murrizës dhe të Bastarit, për ta mirëmbajtur deri diku këtë rrugë, kuptohet pa pagesë, sepse ato të mirëmbajtësit nuk e di, ma ka pas ka punëtor ka stil për këtë punë. Këtë nuk mund ta them. Punëtorin rrugë nuk ka. Në mënyrë kategorike, qoftë nga ana e Borrelit, nga gryka tuneli që kalon atan, qoftë këtej as i lloj punëtor as gjë. Edhe rruga është bërë pothuajse e pa kalueshme prej gropave, prej gurve të një shi me ra, kuptohet që këtu fshat është, zonë malore është, këto dëmtohen shpejt. Kjo është rrugë provizore, por është e domosdoshme për këtë vend. Nga ana tjetër, edhe pse tashmë rruga e Arbrit quhet e përfunduar, pasi është e gjithaj qarkullueshme dhe me sinjalistikë përfundimtare, ende vazhdon puna për hapjen e tunelit të emergjencës në tunelin e Murrizit.